Seanca e zhvilluar këtë të shtunë në gjykatën e posaçme u mbyll me vendim për të mbajtur në qelidurin Bami, një nga emrat më të njohur të dosjeve të krimit të organizuar, i ekstraduar nga Emiratet e Bashkuara Arabe pas një periudhe arratije. Ai nuk u paraqit personalisht në sallë, ndërsa mbrojtja ligjore kërkoi një masë më të butë sigurie, duke argumentuar se arresti në shtëpi do të ishte i mjaftueshëm. Megjithatë, gjykata vlerësoi se rrezikshmëria shoqërore dhe akuzat e rënda nuk e justifikojnë ndryshimin e masës, duke vendosur vazhdimin e qëndrimit në paraburgim. Gjatë seancës, avokati ngriti dhe shqetësimin për sigurinë e klientit të tij në burgun 313, duke pretenduar se jeta e tij mund të jetë në rrezik. Çështja pritet të shqyrtohet nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve për një transferim të mundshëm në një institucion tjetër. Ndaj Bamit rëndën disa akuza penale, mes tyre sigurimi i kushteve për kryerje vrasjesh, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe kultivim i lëndëve narkotike. Hetimet e strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK e lidhin atë me porositjen e vrasjes së ish deputetit socialist Arben Doka, si dhe me planet e tjera atentatesh ndaj personave të afërt me Ervis Martinajn. Sipas docës hetimore, ai dyshohet se ushtronte ndikim të gjerë në trafikun dhe kultivimin e drogës në disa zona të vendit, duke shtrirë aktivitetin nga Bregdeti e Adriatikut deri në zonat malore të Krujës.